Vetëm 3 javë kam mbijetuar asfalti bulevardit kryesor të Vlorës. Për të qenë gati për 100 vjetorin e pavarësisë, u përshpejtuan punimet në përfundimin e tij, por tashmë pas 3 javësh gjendja është edhe më keq se para riparimit. Gropa të mëdha gjenden përgjatë gjithë gjatësisë së rrugës, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve. Cilësia e punimeve të rindërtimit të bulevardit kryesor ka qenë jashtë çdo parametri teknik. Gjithashtu shpejtimi i tyre për të përfunduar brenda 28 nëntorit ka bërë që punimet të mos kryen me cilësi, duke kthyer bulevardin në gjendjen e mëparshme. Prej muajsh në rikonstruksion, i vetmi bulevardi i qytetit të Vlorës duket se nuk u ndërtua dot si duhet. Një projekt që ka kushtuar vlonjatëve rreth 870 milion lek huamarrje, për cilën paguan 27 milion lek çdo 3 muaj vetëm interes. Për trotuare dhe asfalti në rrugë, ndërkohë që 180 milion lek ka kushtuar vetëm ndriçimi, bulevardi në Vlorë në gjithë gjatësinë dhe gjerësinë e tij, vetëm pas 3 javësh nga përfundimi i punimeve, është i shkatruar totalisht. Në gjithë hapësirën e rrugës mbizotrojnë gropa, ndërkohë që edhe trotuaret kanë nisur të shqepen pllakat e vendosura për herë të dytë. E pavarësisht vlerave të konsiderueshme, por edhe te kalimi të afateve të punimeve, bulevardi kryesor Vlorë-Skel edhe sot vijon të jetë i mbytur nga tymi, pluhuri dhe amortizimi. I nisur për rikonstruksion qysh në prill të vitit 2011 me një afat 6 mujor, prezantuar në kontratë që Bashkia e Vlorës lidhi aso kohë me firmën që fitoi tenderin, bulevardi ende vijon të qepet e shqepet e të ndodh zonën kryesore të qytetit. Ndërkohë me vrull të madh nisën punimet pa kohë përpara festimeve të 100 vjetorit, ku skrepat e bashkisë e gryen asfaltin ekzistues për herë të tretë në 14 muaj, pasi rruga do të shtrohej sërish. Ndërkohë shumë pa kohë pas përfundimit të punimeve, qytetarët vlonjat duket se kanë nisur sërish të përballen me gropat në asfalt. E të pyetur rreth investimit, refreni i qytetarëve mbetet i njëjti, se kjo është vjedhja e taksave të vlonjatëve dhe jo investim. Ata fajsojnë Bashkinë e Vlorës për papërgjegjshmëri dhe abuzim me taksat e tyre. Shumë keq, si punime. Shumë zhvjedhur komplet totalisht. Çfarë mendoni se duhet bërë me këtë? Çfarë bërë para përgjegjësisë ata që kanë vlen, ata që kanë bërë rrugën, ka ligje. Zbet fjalë do vendor, prap do vite ata, kupton? Ku mua betë shumë. Ku je bashkia? Mos besoj se u bë investim. Bëri 870 milion lek shtrimi kësaj rruge. Nuk është investim, është vjedhje. E kështu, pas investimit prej 870 milion lekësh, vlonjatët ende s'kan një bulevard, ku i vetmi slogan tashmë që e portretizon rrugën kryesore në Vlorë, është ai i 100 metra katror, 100 gropa, e jo investimi proklamuar Bashkia e 100 vjetorit.